Dashi. Edhe pse atmosfera do jetë goxha e turbull, sot ju do mundoheni të mos e lëshoni veten dhe ta merrni çdo gjë me optimizëm. Nëse jeni në një lidhje, do mendoni të bëni gjëra interesante që të shtohen disi emocionet. Edhe për ata që kanë pasur shumë probleme, do rivi qetësia. Ju beqarët, po nuk u tregua të hapur, nuk keni për ta ndryshuar dot as sot statusin. Mos prisni që dikush t'ju servir princin e kaltër në pjatë të argjend. Në punë asgjë nuk ka për të qenë e lehtë, por gjithsesi duhet të bëni një herë përpjekje. Financat nuk do të jenë të këqija, por nga frika mos abuzoni, do mundoheni ta kufizoni sa më shumë veten. Demi. Marsi dhe Dielli do ju bëjnë edhe më bindës, kështu që nëse keni çështje për të negociuar apo vendime për të marrë, bëjeni sot. Ju të dashuruarit do doni të bëni gjëra sa më interesante dhe ndryshe nga të zakonshmet. Vetëm në këtë mënyrë emocionet tuaja do shtohen dhe partneri do ribjerë kokë e këmbë në dashuri me ju. Nga emocionet ai mund të bëjë edhe propozimin e madh. Ju beqarët, ndryshe nga sa mendonit, nuk do merrni refuzime sot, përkundrazi e gjithë bota do t'ju duket të rozë brenda disa minutave. Në punë do investoni gjithçka nga vetja për të arritur sa më lart dhe do t'ja dilni. Edhe paratë do mbeten në gjendje shumë të mirë. Binjakët. Do hezitoni të hidhni hapa gjatë kësaj dite dhe gjërat nuk do t'ju ecin ashtu si I kishit të ndërruar. Ju të dashuruarit duhet të gjeni mënyrat e duhura për t'i shprehur edhe më tepër ndjenjat sot, sepse duke mos e bërë këtë gjë do lini shtigje që partneri të largohet. Merrni masa sa pa qenë shumë vonë. Ju beqarët do keni një ditë përgjithsisht pozitive. Do I shfrytëzoni ftesat që do t'ju bëhen, vetëm se duhet të jeni paksa më të duruar që të mos lëndoheni. Në punë, një çdo gjë do t'ju ecë sipas parashikimeve, sepse kolegët do t'i keni kundra. Flisni me shefat nëse keni ndonjë gjë të paqartë. Buxheti do mbetet I normalizuar, por mirë është që të mos filloni që sot të bëni shpenzime të mëdha. Gaforja. Sot do jeni në humor më të mirë dhe të gatshëm t'i dëgjoni me kujdes ata që kanë të tjerët për të thënë. Nëse keni një lidhje, qëndroni sa më gjatë me partnerin dhe shpjegojini atij çdo gjë që dëshiron të di. Në këtë mënyrë, marrëdhënia mes jush do ngrohet edhe më tepër. Bëni pak kujdes edhe me anën tuaj autoritare që të mos keni debate. Nëse ende jeni beqar, sot do I keni idetë më të qarta dhe do arrini ta sillni situatën në favorin tuaj. Punën do e bëni me shumë pasion dhe do ndërmerrni edhe iniciativa. Komunikimi do jetë një mënyrë e mirë për të ecur edhe më përpara. Shpenzimet ka mundësi t'i bëni pa I kontrolluar dhe do fillojnë problemet. Luani. Ka mundësi që sot ta keni disi të vështirë për t'i shprehur ide dhe kjo do të bëjë të mbeteni goxha mbrapa. Nëse keni një lidhje, shpesh mund të debatoni me partnerin tuaj sepse do thoni gjëra të pamenduara mirë. Në mbrëmje lidhja juaj do vihet në pikpyetje. Ju beqarët nuk duhet të këmbgulni shumë për ta bërë për vete dikë, sepse po e tepruat mund ta largoni më shumë se sa ta afroni. Në punë do keni ide të mira, por nuk do t'i vini dot në zbatim. Ky do të jetë problemi juaj më I madh që do t'ju lërë mbrapa. Për financat do keni ndihmën e miqve dhe të afërmve. Ata do t'ju nxisin të tregojeni më të kursyer. Virgjëresha. Ditë shumë e favorshme ka për të qenë kjo e sotmja për të gjithë. Dielli dhe Marsi do bëhen bashkë e do t'ju ndihmojnë të hidhni hapa edhe më tej në çdo fushë. Nëse keni një lidhje, mos kërkoni me çdo kusht të bëni ndryshime nëse partneri nuk është dakord me ju për disa gjëra. Bëni gjithçka për të cilat bini dakord dhe marrëdhënia do të ketë vetëm përmirësime. Ju beqarët do doni të ruani edhe privatësinë dhe nuk do guxoni të hidhni hapa. Gjithsesi disa flirte nuk do të mungojnë. Në punë, dita e sotme ka për të qenë një ditë mjaft intensive dhe e mbushur me pozitivitet. Shpenzimet do I keni kujdes dhe financat nuk do të përkeqësohen. Peshorja. Dita e sotme nuk do të ketë ndonjë shkëlqim të madh. Dielli do favorizojë mjaft nënshkrimet e kontratave dhe firmosjet e disa dokumenteve. Nëse jeni në një lidhje, do mendoni shpesh se nuk merrni aq sa jepni dhe kjo do t'ju mërzisë. Mos I mbani gjërat për brenda, por flisni hapur me partnerin në mënyrë që të sqaroheni. Nëse jeni ende vetëm, do joshni gjatë gjithë kohës, por hëna do t'ju nxisë të jeni edhe pak të tërhequr. Në punë, intuita jo vetëm që nuk do t'ju çojë drejt gabimeve, por edhe do t'ju ndihmojë të bëni zgjedhjet më të mira.
Do analizoni gjithçka para se të veproni. Me financa duhet të bëni pak më shumë kujdes. Akrepi. Marsi do t'ju bëjë më autoritar sot. Do doni gjatë gjithë kohës që të tjerët ju dëgjojnë e të bëjnë atë që thoni ju. Në fakt asgjë nuk ka për të qenë e lehtë. Nëse keni një lidhje dhe doni që marrëdhënia juaj të mbetet e kënaqshme, duhet të tregoni sa më të sinqertë dhe diplomat me partnerin. Ju beqarët nuk do jeni me fat sot sado që të përpiqeni e sado të joshni. Prisni edhe pak kohë sepse asgjë nuk do të mund të bëhet me zor. Në punë do zbatoni urdhra dhe do ecni sipas planeve që keni bërë. Me disa kolegë do keni fërkime, por nuk do të ndodhë asgjë alarmante. Menaxhimi financiar do jetë korrekt dhe kjo do të shmang problemet. Shigjetari. Merkuri dhe Plutoni do t'ju bëjnë më të logjikshëm gjatë gjithë kësaj dite dhe më të mençur. Nuk keni për të pasur as debate me kolegët. Nëse jeni në një lidhje do e kuptoni fare mirë se rutina mund t'ju shkatërrojë çdo gjë të bukur që keni ndërtuar deri më sot dhe do bëni të pamundurën për ta ndryshuar këtë. Miqtë e ngushtë do t'ju japin edhe disa ide origjinale. Ju beqarët nuk duhet ta lëshoni veten para çdo kujt që do t'ju josh, por duhet të ecni me llogari. Priten edhe mundësi të mira sot. Në punë do riorganizoheni e do mundoheni të ndrejshni të gjitha gabimet që keni bërë më parë. Në planin financiar do jeni më të motivuar dhe nuk do të bëni gabime. Britsjapi. Ka mundësi që sot të përballeni me disa zhgënjime dashurie dhe do ndjeni të mërzitur. Dëgjoni më shumë arsyen sepse vetëm ashtu do dilni më shpejt nga periudha e vështirë. Nëse jeni në një lidhje do keni debate të forta me partnerin dhe nuk do arrini dot të gjeni gjuhën e përbashkët. Disa fjalë të familjarëve do i hedhin benzinë zjarrit. Ju beqarët, çfarëdo që të bëni nuk do arrini dot ta ndryshoni statusin. Kujdes nga personat gënjeshtar që do t'ju thonë fjalë të bukura sa për të përfituar prej jush. Në punë disa pengesa ligjore apo administrative do vënë në pikpyetje projektet që keni filluar. Financat nuk do të jenë as të shkëlqyera, por as shumë problematike. Ujori. Duke qenë se hëna do të ketë ndikim të njëhershëm në Merkurin gjatë kësaj dite, ju do e keni më të lehtë të shprehni ndjenjat dhe të hidhni hapat e duhura. Nëse keni një lidhje do jeni shumë të dashur dhe lozonjar me atë që keni në krah. Tashmë nuk do të keni më frikë të bëni çdo gjë me të, madje as të merrni vendime të mëdha për të ardhmen. Ju beqarët merrni edhe mendimin e miqve ose të afërmve para se të pranoni një propozim që do t'ju bëhet sot. Në punë ka për të qenë një ditë dinamike. Do jeni të gatshëm për çfarëdo lloj sfide dhe nuk do t'ju trembet syri as pak. Shpenzimet do dini t'i kontrolloni dhe nuk do t'ju ndodhin të papritura të pakëndshme. Peshqit. Sektori i financave do t'ju sjellë kënaqësi pafund gjatë kësaj dite dhe do t'ju largojë edhe trishtimin nga disa probleme dashurie. Mund të shpenzoni edhe më shumë vetëm për qefin tuaj. Nëse jeni në një lidhje, asgjë nuk do t'ju ecë ashtu si keni dashur, përkundrazi në shumë momente do keni debate të forta dhe do thoni gjëra që nuk do duhet t'i thonit kurrë. Nëse jeni beqar, do jeni të paqëndrueshëm në mendime dhe nuk do vendosni dot të hidhni hapa. Në punë do jeni të përqendruar dhe gati të bëni edhe sakrifica për të arritur më të mirën e mundshme. Për ju nuk do të ketë gjëra të pamundura dhe do ju tregoni të gjithëve se sa shumë vleni.